Aksioni për lirimin e hapësirave publike po vjen në Shkodër, një tjetër zonë e cila prej shumë vitesh ishte e zënë dhe e tjetërsuar nga funksioni publik i është kthyer qytetarëve. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit ka ndërhyrë duke liruar lulishten në Lagjën Perash. Ditën e sotme ndërmarrja e shërbimeve publike po punonte për pastrimin e lulishtes dhe largimin e strukturave prej hekuri. Qytetarët vlerësojnë punën që po bëhet për lirimin e hapësirave publike. Shumë mirë është se edhe ne pleqtë dona të ulemi diku. Ne pleqtë një lulishtë dona, të dalim të ajrosemi. Kjo duhet për ne. Mirë është për qytetarë se vjen vera, ulet dikush sa gjithkush me shku me pi kafe. Se kura klub do të shesh me pi kafe. Kur është me pusha njëri vetë dhe krym punë. Edhe për fëmijët me lujte. Me ashtu se s'kan me të burre kërkun. Tash veçita, i ke ashtë bele taman si lulishte dhe janë aty se tjera të ne i kanë zonë. Po pastërtia regulli duhet për tonë, me zbëdu regullat, mas me zonë pronë e huj me të huj. Kja është e tonëve, nuk është probleme. Por mira do është me baj një mërveshe me njerëzit, ku do në ullë, ku do në vëndaj, do në pi kafe, i qaj, ku kanë ullë të shi, te i kanë shpërby. Kjo është një tjetër ndërhyrje për lirimin e hapësirave dhe prishjen e ndërtimeve pa leje, pas aksionit të një ditë më parë që u zhvillua pranë shkollës nëntëvjeçare Ndërmjeta dhe Zyrës së Punës.